grupit parlamentar të Partisë Demokratike për tërheqjen nga rendi ditës të këtyre dy projekt ligjeve, pika 10 dhe pika 14 e rendi ditës, do të flas zoti Bardhi, zoti Berisha. Zoti Berisha, në bazë të nenit mos bërtit, dëgjoj çfarë thuhet dhe pastaj mos bërtit. Në bazë të nenit 49.3, pra 3 minuta kohë. Zoti Berisha, uluni ju lutem, zini vendet, s'ka nevojë për prezencë. Vetëm 3 minuta la? Kanë të merë nga fjala. Atër dhe njëherë, nuk mund të shtypni me kartona kërkesat mbar qytetare të cilat kanë marrë mbështetje të plot ndërkombëtare. Kërkesat e qytetarëve për largimin e menjëhershëm të Edi Ramës, për anullimin e të gjitha ligjeve të amenduara nga Edi Rama për mbrojtjen e mjedisit, me të cilën ju ndërtuat aeroportin e Vlorës. Ndaj dhe flamingot i dënuat me vdekje me aeroportin e Vlorës, me të cilën ju ndërtuat pikën e vogël në parkun e Butrintit, me të cilën ju shkatruat trashëgimin kulturor dhe paqet kombëtare të shqiptarëve, duke harruar se nuk janë vetëm pasuri e shqiptarëve, por dhe pasuri europiane. Ndaj dhe unë mendoj se edhe njëherë vazhdimi me çështje tjera në këtë parlament parë dhe Edi Rama këtu, për të paraqit dorëheqjen ose në debat, mocion me debat, është një akt sa tradhtie aq dhe cinizmi ndaj qytetarëve shqiptar. Nuk keni asnjë të drejtë të injoroni qindra mijëra shqiptar që kanë 18 ditë me flamurin e lirisë në dorë, me flamurin e ligjit dhe të drejtave të njeriut, të mbrojtjes trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, sakrifikojnë orë të tëra. Është se ku shtregohet fashist tani, apo stalinist tani, ju apo ata, këte dikton, le ta gjykojnë vetë qytetarë shqiptarë, po ju s'mund t'i injoroni ata në këtë mënyrë, sepse ata kanë kërkesa shumë të drejta. Kanë kërkesa të drejta, kurse ju keni vendosur t'i zgjidhni me kërcënime mafioze, duke marrë bandat. Vlora Hyseni, agentja e përbashkët e Edi Ramës dhe Aleksandr Vučićit, ka barë ekspert serb antidemonstrata, se si të nërhyjnë dhe unë paralajmoj, urgjent hetim parlamentar, urgjent hetim parlamentar, larg duart nga protesta. Zëri qytetarëve nuk mposhtet kurrë. Pastaj do ikni si mi. Jo, themun. Përfundoni, lutem. Po dhe ti qesh atje. Do ikni si mi. Po më mirë tani, burrisht, keni guxim të votojmë ligjet, të heqim me mosbesim me Edi Ramën dhe të japim zgjidhje krizës që do t'jetë shumë herë me thellë ditën dhe javë që vinë. Okej, faleminderit. Fjala kundër, zoti Balla. Okej, zoti Balla. Zoti kryetari i kuvendit, së pari kërkesa është e formuluar gabim, e përpasoj nuk mund të merret në konsiderat. Nga deputeti që mori fjalën në emër të kërkuesve, nuk dëgjuam asnjë argument që ka të bëjë me kërkesën. Kërkesa nga grupi ynë parlamentar do të rrëzohet. Kemi pasur një diskutim të gjatë në konferencën e kryetarëve, ku vetë deputetët kanë kërkuar që këto iniciativa ligjore të shqyrtohen me përparësi,
nuk dëgjuam asnjë argument. Nuk dëgjuam asnjë argument lidhur me kërkesën. Sa i përket çështjeve të tjera që u parashtruan këtu. I fundit në këtë sallë që mund të flasin në emër të protestuesve është ky pelikani këtu. I fundit. Lutem zoti Balla. Dakor. Dhe nëse do të zbatosh, unë të sfidoj, Sali Berisha, unë të sfidoj. Sot pas dite shkon protest. Shkon do të protest. Provoje po ta mbajti. Ndërkohë që personalisht nga ana e protestuesve meritoj një falënderim sepse kam kontribuar për një prej kërkesave të protestuesve. Protestuesit ton Sali Berisha në burg, unë e kam bërë një kallëzim për ty. Dhe i ftoj protestuesit ta marrin në shqyrtim. Ej, qesharak më të mëdhenj. E mbani mend, ditën e parë të protestës, i quajte sikur i kemi nxjerrë ne protestuesit. The kështu apo jo? Ditën e dytë protestës the që je kundër protestës. Ndërkohë që sot del zotrote, jam përfaqësuesi protestës. Edhe t'ju them të drejtën, pash një gjë shumë qesharake në Bruksel, se pas dhe disa që tha, kemi ardhur këtu në Bruksel për të sjellë kërkesat e protestuesve. Or kush ju ka mandatuar ju një? Në marrëdhënie me ata djemt dhe vajzat ne s'kemi nevojë për ty për interlokutor. Ta dish të. Fare, i fundit je ti që mund na bësh ne ndërmjetësin me protestuesit. Prandaj ulu këtu, uli edhe këta se le nam. Faleminderit shumë. Zoti Balliu, se ju lutem uluni, vijojmë seancën. Zoti Balla foli në 2 minutshin që jep rregulloria për si folës kundër propozimit. Pro dhe kundër, kaq. Tani kalojmë në votimin e propozimit të grupit. Jo, nuk ka replik këtu sepse nuk jemi. Po nuk jemi në diskutime, zoti Noka, nuk jemi në diskutime. Jemi te fjala pro dhe kundër. Ju lutem zini vendet. Zini vendet pra se s'merret replika me forcë. Po pra. Ulluni ju lutem. Më lere tash. Le tani mos e teprot, lutem. Ulluni ju lutem. Sa po të përfundojmë me votimin e propozimit, kalojmë te pika tjetër dhe keni hapësirën për procedurë ku jeni regjistruar të flisni. Ulluni ju lutem. Ulluni. Kur të kesh mundësinë të vish të drejtosh seancën, zoti Noka, drejtohe si ta mendosh ti. Sot të lutem ulu. 2 minuta replik, zoti Berisha. Ulluni. Ne tani lidhur me ato që tha parafolsi, e garantoj çdo shqiptar se ajo protest është protesta më madhështore që ka njohur Shqipëria dhe se demokratët janë të ftuar të marrin pjesë masive në këtë protest dhe se kur klith ma thirrje të opozicës
apo grupusklave të George Sorosit nuk mund të më impresionojnë mua dhe nuk mundet kur të më devjojnë të mbroj kauzat që besoj. Ndaj dhe unë do të mbroj gjë në fund kauzën e asaj proteste. E mbroj çdo ditë. Do të mbroj në Shqipëri dhe në arenën ndërkombëtare. Dhe nuk ka forcë në botë që më tërheq mua nga parimet e mia. Ju siguroj se çdo përpjekje juaj për manipulime, çdo përpjekje juaj për kërcënime, sikur të gjithë bajret, çelet, troplinët t'i përdorni, s'do ta mposhnit kur dot atë lëvizje. Hedhim në votim të hapur me karton propozimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kush është pro, kundër, abstenim? Ju lutem numëroni votat. (26 pro, 80 kundër, abstenim nuk ka, kërkesa nuk miratohet, pra çështjet qëndrojnë në rendin e ditës së ditës së sotme. Para se të kalojmë te pika e tretë e rendit ditës, që është informimi mbi konkluzionet e konferencës tendërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian në kuadër të procesit të negociatave të antarësimit, kam një listë kërkesash për procedurë, të lutem. Kërkesa për procedurë, ju lutem respektoni rregulloren. Fjala procedurë duhet lidhet me rendin e ditës, votimin, por nuk mund të jenë fjalime politike. Fjalimet politike natyrisht është e drejta juaj, por kur të vi radha. Zoti Erald Kapri. Ka kaluar tani, kemi hyrë te pika. Faleminderit. Zoti kryetar. Kërkoni fjalën e procedurës. Ju dëgjova pak më përpara që shprehet një shqetësim në lidhje me gjuhën dhe gramatikën në procesverbalin e kuvendit, por ende nuk kemi dëgjuar nga ju si kreu i kuvendit apo institucioni në lidhje me denoncimin publik që ka bërë kolegja e nderuar e kësaj salle, zonja Mariana Koçeku, që është kërcënuar nga bandat famkeqe të Shqipërisë. Kam ndjekur, teksa ka munguar komplet reagimi institucional, kam ndjekur edhe reagimin e kolegëve të së-majtës, të cilën e kanë quajtur një pretendim Instagrami, dhe madje dhe më rënda akoma duke thënë që sa kohë që banda e bajrave prezumohet e pafajshme, nuk mund të reagojmë. Prandaj zoti kryetar, dua di nëse ju keni pasur kontakt, duam dim nëse Ministria e Brendshme dhe Garda e Republikës e ka marrë në mbrojtje deputeten, sepse ajo sot mungon në sallë, duke nënkuptuar që ka të vështirë të kryejë funksionin e saj. Duam ta dim këtë gjë. Dhe së dyti, zoti kryetar, Parlamenti Evropian dje me urgjencë ka dëgjuar zërin e rinisë shqiptare. Ka miratuar një rezolut ku ka kërkuar moratorium për ligjin me porosi të 2024-s që lejon Edi Ramën të ndërtojë ku të dojë. Prandaj është e paimagjinueshme, madje është absurde, se si prej 18 ditësh ky parlament nuk flet për protestën e të rinjve, por flet Parlamenti Evropian. Dhe është e qartë se ata të rinj po e çojnë Shqipërinë në Europë dhe jo ky parlament. Ndaj nuk ka kuptim ky rendite, nuk ka kuptim që sot në këtë seancë ne të miratojmë amnisti penale, të largojmë, të heqin nga buxhet keqbërës, ndërkohë nuk flasim për të rinj që dalin në shesh. Të rinj që po flet gjithë bota, që gjithë media ndërkombëtare më serioze po e transmeton live. Dhe ky parlament hesht. Si mund të heshti ky parlament? Përfaqësuesit e kujt është ky parlament? Ndaj nëse ka një kërkesë, zoti kryetar, janë vetëm dy. Ktheheni çështje dite, mocion për debat, do të flasim vetëm për protestën, kërkesat e saj. Dhe nëse nuk ndodh kjo, keni guximin tjetër, atëherë shpërndajeni këtë parlament të turpshëm. Shpërndajeni menjëherë. Ka dalë rinia në shesh, kërkojnë zgjedhjet parakoshme, dorëheqje. Nuk ka kuptim të sillemi sikur s'ka ndodhur asnjë. Prandaj zoti kryetar, ju lutem, ktheni përgjigje për çfarë kërkova në këtë seancë. Dhe së fundmi, ju lutem shumë, mos e ktheni këtë parlament në një prokurori politike.
ditën e martë ka ndodhur një akt i rëndë në këtë parlament, teksa kryetari i Komisionit të Ligjeve dhe kreu i sekretariatit zoti Manja ka përjashtuar për 30 ditë kryetarin e partije zotin Shehaj, cilën e keni apeluar, po jo vetëm kaq, po më ka fyer dhe mua personalisht duke më mohuar fjalën në Komisionin e Ligjeve. Mos e ktheni parlamentin në një parlament prokurorie politike, zoti kryetar. Faleminderit. Në fakt të gjithë fjala juaj ishte për ta kthyer parlamentin në prokurori politike. Kërkesa që nuk lidhen fare me punën tonë të ditës. Ka institucione që ndjekin edhe pretendimet për intimidime, për kërcënime e tjera, nuk mund të merremi ne këtu në parlament. Nëse e keni për populizëm, ju lutem mos shfrytëzoni hapësirën e procedurës. Fjalimet politike bëheni ku të doni gjatë kohës që keni, por jo te procedura, sepse procedura lidhet me funksionimin e një institucioni shumë të rëndësishëm që është Kuvendi i Shqipërisë. Dhe edhe mos bërtit, zoti Shehaj, mos merr avantazhin e timbrit të veçantë të zërit. Zoti Gjiknuri. Kryetar, në fakt, procedura lira së replikë, sepse tash mu dha rasti, meqense politikani më parshëm, që unë e quaj një lloj babeli psikologjik, se gjithmonë aty ku do t'i mshoj asaj që ka rëndësi dhe e bën irrelevant, ka një parim që e di shumë mirë se njihemi prej kohësh. Nuk ka rëndësi gënjeshtra, thot. Ka rëndësi kush e thot i pari. Në fakt, ajo teknologjia e tij funksionon. Sa për emrin që më përmendi, ai e di shumë mirë që unë s'kam lidhje fare me ata persona, as njoh asnjëri nga ata, dhe kjo është gjë e verifikueshme, siç janë dhe çdo udhëtimi imi, sepse ne fatmirësisht apo fatkeqësisht kemi qenë subjekte gjithmonë të skrutinitetit të çdo lloji, por fatkeqësisht disa nga emrat që përmenden aty familjarët e tij janë në fota. Nuk po them kanë apo s'kan lidhje, atë gjë ta sqaroj zoti punës. Por kjo është për ata njerëz dashamirës të interesuar për emrin tim që aty kemi të bëjmë me një shpifje ordinare që s'ka lidhje me realitetin. Tashi pse ky është i konfuzuar nga protesta dhe do që ta kthej protestën në avantazhin e tij, këtu prap ka një kontradikt thellë. Se në fakt tu drejt e thanë, i pari që tha antitrampizëm është ai. Më vonë e ktheu pllakën. Kur të dali e vërteta e Arubës, dhe unë do të them, çfarë marrëveshjesh ka bërë ai për t'i lënë hapësirë që të udhtoj prapë në Amerikë. Këtë mbase i duhet t'ia shpjegoj demokratëve të tij, por unë do të flas kur dali dhe e vërteta e Arubës. Faleminderit. Urdhëroni. Replik zoti Berisha. Replik me fjalën për procedurë të zotit Gjiknuri. Me asë një shpifje nuk e la do të vetën tënde. Damian, dile bëj be këtu që s'ke qenë në... Dil bëj be, dil betohu këtu, betohu që nuk e qenë në Aruba. Dil këti, kurse për saj për këtë asaj, të garantoj që gjithë qka është trillim, dhe vetëm trillim, fatmirësisht dosin e ka ndorë një armik i imi, që quhet Troplini, Altin Troplini, Altin Gjoka. Aja ka dosjen. Dhe ai me zi do prishte të shifte, kurse ty të fshehaj. Olsi Ramen e fshehaj. Angela Gacin e fshehaj. Nuk e fsheh për ty. Nuk e fsheh për Angelin. E fsheh për Edi Rama. E fsheh. Tani, në qofë se ti thua nuk kam qenë, dil bëj be këtu, në Bibel, betohu vene këtu Bibelen, edhe je laju para shqiptarve. Bëj be. Por nuk bëndot be. Jo, nuk bëndot. Dil provoje. Hajde provoje. Kurse unë thuaj kërko ti publikojnë. Kërko ati ti publikojnë për të vërtetuar që nuk jeti. Kërkoni ti publikojnë. S'kërkoni dot. Sulele Edi Rama.
Sylejon e Dirama, ata hapin llafet. Për ty, llafet janë të tyre. Kërko t'i publikojnë. Këtë të thema, më tha po jo. Po që... Falemderit, ulluni zoti Berisha. Mbaroj koha. Vijojmë me kërkesat për procedurë. Zoti Redi Muçi. Me list. Me list. Kush? Asnjëherë s'e ka marrë. Se ka marrë askush. Askush. Si? E di. Me list, sipas procedurës, zoti